Në historinë e lashtë, pak figura kanë lënë gjurmë aq të thella sa Aleksandri i Madh. Një princ i ri Maqedonas, i rritur në hije të mahnitshme të kulturës greke, i arsimuar nga filozofi më i madh i kohës, Aristoteli, ai nuk ishte thjesht një ushtarak i zakonshëm. Ai ishte një vizionar, një strateg dhe një njeri i cili nuk pranoi kufit e perandorive të njohura. Historia e tij fillon jo në fushën e betejës, por në pallatin e Maqedonisë, ku trashëgimia e babait të tij, Filipi, kishte vendosur themelet e një ushtrie të pamposhtur dhe një shteti të bashkuar që do të mund të sfidonte perandorinë persiane, perandorinë më të madhe të kohës. Aleksandri u rrit duke dëgjuar legjenda të heronive grek si Ahile dhe Herakliu. Ai u edukua përmes filozofisë, matematikës, artit dhe natyrisht strategjisë ushtarake. Por ndërsa mësimet e Aristotelit e formuan mendjen e tij, ambicia e tij e lindur për të arritur madhështi të pashoqe e shtyu drejt fushatave që do të ndryshonin fytyrën e botës. Në moshën vetëm 20 vjeçare, ai trashëgoi fronin e Maqedonisë pas vdekjes së babait të tij dhe u përball me detyrën e vështirë të unifikimit të një vendi të trazuar dhe përgatitjes së një ushtrie që mund të sfidonte perandorinë më të madhe të kohës. Kjo hyrje në botën e fushatave të Aleksandrit nuk është thjesht një kronikë ngjarjeve, por një udhëtim në mendjen e një njeriu të jashtëzakonshëm, i cili kombinonte guximin, taktikat brillante dhe vizionin e tij për të krijuar një perandori globale. Fëmijëria dhe arsimimi. Aleksandri lindi në vitin 356 PSE në qytetin e Pela, kryeqyteti i Maqedonisë. Ai ishte djali i mbretit Filip dhe të princeshës Olimpias. Qysh nga fëmijëria, ai u rrit në një ambient ku lufta dhe politika ishin pjesë e përditshme. Filozofi Aristoteli u bë mentor i tij dhe mësoi jo vetëm letërsinë dhe filozofinë, por edhe shkencat natyrore dhe filozofinë politike. Këto njohuri do të formonin një udhëheqës që do të ishte më shumë se thjesht një pushtues. Ai do të ishte një vizionar kulturor dhe ushtarak. Aristoteli e mësoi Aleksandrin të mendonte strategjikisht, të analizonte terrenin dhe të kuptonte psikologjinë e armiqve dhe aleatëve. Përveç studimeve filozofike, Aleksandri u edukua në artin e luftës, duke marrë pjesë në stërvitje të repta ushtarake që e përgatitën për betejat e mëdha që do të vinte. Ai mësoi gjithashtu gjuhët dhe kulturat e fqinjeve, një aftësi që do të shërbente më vonë gjatë pushtimeve të tij. Trashëgimia e babait, Filipi ishte një sundimtar ambicioz dhe strateg brillant. Ai reformoi ushtrinë maqedonase, duke krijuar fushata taktike dhe një formacion të njohur si Falanga Maqedonase, që ishte e pajisur me mburoja dhe kopja të gjata. Kjo ushtri e disiplinuar ishte themeli të cilit Aleksandri do të ndërtonte fushatat. Filipi gjithashtu krijoi aleanca strategjike dhe të forcoi ndikimin e Maqedonisë në Greqi. Megjithatë, vdekja e e la fronin e Maqedonisë në duart e Aleksandrit, nuk jaloshi vetëm në zëvendje. Ai trashëgoi edhe një perandori të vogël të fortë dhe një ushtri e Aleksandrit. Aleksandri ishte i ai synonte më shumë, dëshironte të bashkëpunonte të fortë dhe të sfidonte perandorinë në një trashëgim e inteligjent. Ai besonte se ishte i destinuar të bëhej një sundimtar që do të ndryshonte historinë. Duke u nisur nga vendi i tij vjetës, Aleksandri filloi të planifikonte që do të zgjuronte Maqedoninë në perandori global. Ai kuptonte rëndësinë e disiplinës, inteligjencës dhe strategjisë. Aleksandri kuptonte se për të mposhtur një armik kaq të fuqishëm, duhet të kishte një strategji të zgjuar dhe një plan të shpejtë. Ai nisoi të e parë, kalimi në Azi të Vogël. Vitin 334 Aleksandri kaloi
Ai nuk kishte vetëm qëllim të pushtonte, por edhe të fitonte besimin e popullsisë lokale. Ai shpesh përdorte diplomaci dhe respekt për kulturën lokale, duke bërë pushtimin më të lehtë. Një nga betejat e para të rëndësishme ishte beteja e lumit Granit. Ky ishte momenti i parë i madh ku Aleksandri dhe trupat e tij u përballën me ushtrinë persiane në fushë. Ai përdori një kombinim të formacioneve të falangës maqedonase dhe trupave kaloreshe për të thyer qendrat e rezistencës persiane. Strategjia e tij ishte thjesht në pamje, por brillante. Ai e përdori shpejtësinë dhe manovrimin për të izoluar pjesë të ushtrisë persiane dhe për t'i mundur ato një nga një. Beteja e lumit Granit, detajet e strategjisë. Beteja u zhvillua pranë lumit Granit, një vend strategjik që mundësonte kontrollin e rrugëve kryesore në Azinë e Vogël. Ushtria persiane ishte e madhe dhe ndarë në sektor që mbroheshin nga komandant lokal. Aleksandri kreu një lëvizje të guximshme, duke udhëhequr kaloresin drejt pjesës më të fortë të armikut dhe duke detyruar persianët të shpërndanin forcat e tyre. Falë këtyre manovrave, maqedonasit arritën të thyenin rezistencën e parë të persianëve dhe të fitonin kontrollin mbi territorin kryesor. Kjo fitore e hershme i dha Aleksandrit besimin dhe legjitimitetin që i duhej për të vazhduar fushatën, duke dëshmuar aftësitë e tij strategjike dhe guximin personal. Aleanca dhe qytetet lokale. Përveç betejave, Aleksandri përdori diplomacinë në mënyrë efektive. Ai shpesh lejonte princerit lokal të ruanin pozicionet e tyre në këmbim të besnikërisë dhe ndihmës. Kjo e bënte pushtimin më pak shkatërues dhe siguronte furnizime për ushtrinë e tij. Qytetet e vogla shpesh zgjedhnin të bashkoheshin me maqedonasit për të shmangur shkatërimin e qytetit dhe represaljet e mëvonshme. Një nga strategjitë më të ndritshme të Aleksandrit ishte integrimi i forcave lokale në ushtrinë e tij. Ai përdorte njohuritë dhe burimet e popullsisë lokale për të forcuar ushtrinë e tij, duke krijuar një kombinim unik të disiplinës maqedonase dhe njohurive taktike lokale. Psikologjia e luftës dhe moralit. Aleksandri kuptonte se pushtimi nuk ishte vetëm një çështje taktikash, por edhe psikologjie. Ai shpesh dilte në front vet, duke frymëzuar trupat dhe duke treguar guxim personal. Kjo krijonte moral të lartë dhe frym heroizmi tek ushtarët. Ai përdorte gjithashtu propaganda dhe simbole për të treguar fuqinë e tij dhe për të demoralizuar armikun. Në këtë fazë të hershme, fushata nuk ishte vetëm një seri betejash, por një mësim i thellë në drejtimin e një ushtrie, në diplomaci dhe në krijimin e një perandorie që do të shtrihej shumë më gjerë se kufijtë e Maqedonisë. Lëvizja drejt Sirisë. Pas fitores në lum Granik, Aleksandri i Madh nuk humbi kohë. Ai kuptonte se për të arritur zemrën e perandorisë persiane, duhej të kontrollonte territoret kyçe të Sirisë dhe Levantit. Ushtria e tij, e ndërtuar mbi disiplinën maqedonase dhe përvojën e betejave të hershme, ishte motivuar dhe e gatshme për sfida më të mëdha. Siria ishte një territor strategjik. Kontrolli mbi qytetet kryesore si Tiro dhe Damask ishte çelësi për të siguruar furnizime dhe rrugë sigurie drejt perandorisë persiane. Aleksandri e dinte se çdo vonesë mund të lejonte persianët të mobilizonin ushtrinë e tyre të madhe dhe të forconin pozicionet e tyre. Beteja e Isausit, përballja me Dariusin. Në vitin 333 PS, Aleksandri përballet me ushtrinë persiane në udhëheqjen e Darius në Isaus, një qytet pranë detit Mesdhe. Kjo ishte një betejë vendimtare. Për herë të parë, Aleksandri po përballej me perandorin personal të Persisë. Numri i trupave persiane ishte shumë i madh, por Aleksandri përdori aftësitë e tij taktike për të krijuar avantazhe. Ai e pozicionoi ushtrinë në mënyrë të tillë që të shfrytëzonte terrenin dhe për të penguar përdorimin e avantazhit numerik të persianëve. Një kombinim i falangës maqedonase dhe trupave kaloreshe të shpejtë mundësoi sulme të koordinuara, duke izoluar pjesë të ushtrisë persiane dhe duke i goditur në mënyrë të saktë. Një nga momentet kryesore të betejës ishte guximi personal i Aleksandrit. Ai udhëhoqi një sulm frontal në qendër të ushtrisë persiane, duke synuar Dariusin direkt. Veprimi i tij krijoi panik midis persianëve dhe kontribuoi në fitoren vendimtare të maqedonasve. Pasojat e betejës. Fitoria në Isaus kishte pasoja të mëdha. Aleksandri mori kontrollin mbi territoret kyçe të Sirisë dhe Levantit, përfshirë qytetet Damask dhe Sidon. Kjo i dha mundësi për të siguruar furnizime, për të vendosur bazat e reja dhe për të zgjeruar ndikimin e tij në lindje. Darius, i poshtëruar, u tërhoq në lindje, duke lënë qytetet kryesore pa mbrojtje. Ky ishte një moment i rëndësishëm që tregoi jo vetëm aftësinë ushtarake të Aleksandrit, por edhe taktikat e tij psikologjike.
të krijojë frikë dhe të detyrojë armikun të tërhiqet pa luftuar çdo qytet. Pushtimi i qyteteve lindore. Pas Isausit, Aleksandri filloi pushtimin e qyteteve të lindjes. Ai shpesh përdorte një kombinim të diplomacisë dhe forcës. Qytetet që zgjodhen të dorëzoheshin pa luftë shpesh gjenin favorin e Aleksandrit. Ai i lejonte princerit lokal të ruanin pushtetin e tyre në këmbim të besnikërisë dhe ndihmës. Në qytetet që rezistonin, si Tir në bregun e Mesdheut, Aleksandri përdorte strategji të zgjuara të rrethimit dhe ndërtimit të pajisjeve të rënda për të thyer mbrojtjen. Ky kombinim i taktikës ushtarake dhe diplomacisë krijoi një model që Aleksandri do të përdorte gjatë gjithë fushatës së tij. 100 qytete të pushtuara, 100 shenja të qartë fuqie dhe autoriteti. Roli i ushtrisë dhe morali i trupave. Ushtria e Aleksandrit nuk ishte thjesht një grup ushtarësh të paguar, por një trup e motivuar dhe besnike. Fitoret e hershme, si ato në Granik dhe Isaus, rritën besimin e tyre dhe bindjen se Aleksandri ishte një udhëheqës i jashtëzakonshëm. Ai kujdesej për çdo ushtar, shpërblente guximin dhe dënonte tradhtin, duke krijuar një kulturë disipline dhe respekti që nuk ishte e zakonshme në kohën e tij. Morali i lartë i ushtrisë ishte një nga arsyet kryesore, se një numër relativisht i vogël trupash maqedonase mund të mposhte ushtrinë shumë herë më të madhe persiane. Përveç fuqisë fizike dhe taktikës, Aleksandri kuptonte rëndësinë e frymës së përbashkët dhe besimit tek udhëheqësia. Ndikimi kulturor dhe politik. Fushata e lindjes nuk ishte vetëm një seri betejësh. Ajo shënoi fillimin e shpërndarjes së kulturës greke në territore të reja. Aleksandri përkrahur qytetërimin lokal dhe shpesh krijonte qytete të reja që bartnin emrin e tij. Kjo ishte një strategji jo vetëm për kontrollin politik, por edhe për krijimin e një perandorie ku kultura maqedonase dhe greke bashkoheshin me traditat lokale. Përgatitja për betejën vendimtare. Pas pushtimit të Sirisë dhe Levantit, Aleksandri i Madh u përgatit për sfidën më të madhe. Përballja me Darius dhe ushtrinë e madhe perse në Gaugamela, pranë lumit Zab. Në këtë moment, Aleksandri kuptonte se një fitore këtu do të vendoste fatin e gjithë perandorisë persiane. Ai kaloi muaj duke studiuar terrenin, duke vëzhguar pozicionet e armikut dhe duke përgatitur ushtrinë e tij për çdo skenar. Numri i trupave persiane ishte shumë i madh, disa histori flasin për më shumë se 100.000 ushtar, krahasuar me rreth 40.000 maqedonas. Por Aleksandri besonte te taktikat, disiplinimi dhe shpejtësia e trupave të tij. Strategjia e Aleksandrit. Aleksandri përdori taktika të zgjuara për të kompensuar inferioritetin numerik. Ai e pozicionoi ushtrinë në formacion të drejtë, duke përdorur falangën maqedonase për të mbrojtur qendrën dhe trupat kaloreshe për të kryer sulme të koordinuara në krah. Ai planifikoi gjithashtu përdorimin e hapësirës së terrenit për të penguar avantazhin numerik të persianëve. Një element kyç ishte veprimi personal i Aleksandrit. Ai shpesh udhëhiqte sulmet në vijën e parë, duke frymzuar trupat dhe duke krijuar panik te persianët. Ky guxim personal, i kombinuar me taktikat e jashtëzakonshme, ishte një nga faktorët vendimtar të fitores. Beteja e Gaugamelës. Beteja u zhvillua në një fushë të hapur pranë Gaugamelës, një terren që lejonte lëvizjen e trupave të mëdha. Darius dhe ushtria e tij kishin muret e tyre të fortifikuara dhe përdorën fushatën e artillerisë dhe elefantëve për të friksuar maqedonasin. Aleksandri hapi betejën me një manovër befasuese. Ai sulmoi me krahun e djathtë duke përdorur kaloresin për të shkatëruar rendin persian dhe për të krijuar një vrim drejt Dariusit. Kjo lëvizje i dha mundësi të godiste zemrën e ushtrisë persiane dhe të detyronte Dariusin të tërhiqej. Fitoria e Gaugamelës ishte një triumf i taktikës dhe guximit. Ushtria persiane u shpërnda. Shumë prej tyre u tërhoqën dhe qytetet kryesore u hapën për pushtimin e Aleksandrit. Kjo betejë e vendosur jo vetëm se mposhti ushtrinë më të madhe të kohës, por shënoi fillimin e fundit të perandorisë persiane. Rënja e Persepolis. Pas fitores në Gaugamelës, Aleksandri marshoi drejt Persepolis, kryeqytetit të persianëve. Qyteti, i njohur për pasurinë dhe madhështinë e tij, u dorëzua pa shumë luftë. Aleksandri hyri në qytet dhe shpërndau pasuritë e tij mes trupave si shpërblim për guximin dhe besnikërinë. Persepolis u bë simboli i fuqisë së Aleksandrit dhe fundi i perandorisë persiane. Shkatërimi i qytetit ishte gjithashtu një mesazh i qartë për popujt e tjerë. Qëndresa kundër pushtuesit maqedonas nuk do të tolerohej. Pasojat politike dhe strategjike. Fitoret në Gaugamel dhe rënja e Persepolis ndryshuan fytyrën e lindjes së mesme. Aleksandri mori kontrollin e gjithë territoreve persiane,
duke integruar qeverisjen dhe ushtrinë e tij me administratën lokale. Ai përdori shpesh princerit lokal për të ruajtur stabilitetin dhe për të fituar besnikërinë e popullsisë. Fitoria e Aleksandrit nuk ishte vetëm një triumf ushtarak, por edhe një shembull i mençurisë politike dhe vizionit strategjik. Ai demonstroi se një kombinim i guximit, taktikës dhe diplomacisë mund edhe një perandori të madhe si ajo perse. Ndikimi kulturor. Pushtimi i lindjes së mesme shënoi fillimin e përhapjes së kulturës greke dhe maqedonase. Aleksandri themeloi qytete të reja që bartnin emrin e tij, si Alexandria në Egjipt, dhe krijoi një përzierje të kulturave që do të ndikonte për shekuj me radhë. Ai e dinte se për të sunduar një perandori kaq të madhe, nuk mjaftonte fuqia ushtarake, duhej edhe respekti dhe integrimi kulturor. Lëvizja drejt Egjiptit. Pas rënies së Persepolis dhe shpërndarjes së ushtrisë persiane, Aleksandri i Madh u drejtua në jug drejt Egjiptit, një nga territoret më të pasura dhe strategjikisht më të rëndësishme të botës antike. Ai kuptoi se kontrolli mbi Egjiptin do t'i siguronte jo vetëm burime të mëdha ushqimore dhe ekonomike, por edhe një pozicion të fortë strategjik në Mesdhe dhe për rrugët e tregtisë drejt Afrikës dhe lindjes së mesme. Kur Aleksandri mbërriti në Egjipt, popullsia lokale e priti me respekt dhe shpresë. Egjiptasit ishin të pakënaqur me sundimin perse dhe pan tek Aleksandri një çlirimtar të mundshëm. Ai hyri në Memphis, kryeqytetin e Egjiptit, ku përshëndet si një mbret i ri dhe një vizionar i njohur për pasurinë dhe kulturën e vendit. Themelimi i Alexandrisë. Një nga veprimet më strategjike të Aleksandrit në Egjipt ishte themelimi i qytetit të famshëm Alexandria, pranë deltës së Nilit. Qyteti nuk ishte vetëm një bazë ushtarake, por edhe një qendër tregtare, kulturore dhe akademike. Krijimi i Alexandrias shfaqi vizionin e Aleksandrit për një perandori ku kultura maqedonase, greke dhe lokale të bashkoheshin në harmoni. Alexandria shpejt u bë një qendër e madhe e shkencës, arsimit dhe tregtisë. Biblioteka e saj, e njohur më vonë si Biblioteka e Aleksandrisë, do të tërhiqte mendje të mëdha nga e gjithë bota antike, duke e bërë qytetin simbol të përparimit kulturor dhe intelektual. Strategjia dhe pushtimi i lindjes së mesme. Pas sigurimit të Egjiptit, Aleksandri vazhdoi marshimin drejt lindjes së mesme, duke përfshirë Libanin dhe pjesë të Sirisë së Jugut. Ai përdori një kombinim taktike të sulmeve të shpejta dhe diplomacisë. Qytetet që dorëzoheshin pa luftë shpesh përfitonin nga privilegje dhe autonomia e pjesës së qeverisjes lokale, ndërsa rezistenca e fortë u përgjigjej me rrethime dhe përdorim të artillerisë. Aleksandri gjithmonë theksonte rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit politik dhe ekonomisë së territoreve të pushtuara. Ai integroi princerit dhe administratën lokale në strukturën e perandorisë së tij, duke krijuar një sistem që kombinonte qeverisjen maqedonase dhe traditat lokale. Ndikimi kulturor në Egjipt dhe lindje. Pushtimi i Egjiptit dhe lindjes së mesme nuk ishte vetëm një operacion ushtarak. Aleksandri përdori kulturën si mjet për të konsoliduar pushtetin. Ai promovoi bashkimin e kulturave, duke inkurajuar martesat mes maqedonasve dhe vendasve, krijimin e qyteteve të reja dhe përhapjen e artit dhe filozofisë greke. Në Egjipt, Aleksandri u shpall faraon dhe u përfshi në ceremonitë e tempullit, duke u bërë një figurë e njohur dhe e respektuar nga popullsia vendase. Ky veprim i ndihmoi atij të fitonte besimin e popullit dhe të ruante rendin pa luftë të panevojshme. Zgjerimi ekonomik dhe strategjik. Kontrolli mbi Egjiptin i siguroi Aleksandrit akses në burime të jashtëzakonshme, grur, ar, pasuri të tjera natyrore dhe rrugë tregtare strategjike. Kjo e bëri ushtrinë e tij të pavarur nga furnizimet e largëta dhe i dha mundësi të planifikonte fushata në drejtim të lindjes së mesme dhe më tej drejt Indis. Strategjia e tij ekonomikisht e zgjuar përfshinte krijimin e qyteteve të reja, përdorimin e tregtisë lokale dhe sigurimin e rrugëve të sigura për transportin e ushtrisë dhe furnizimeve. Kjo ndërthurje e fuqisë ushtarake dhe menaxhimit ekonomik ishte një nga çelësat e suksesit të tij në fushata. Lëvizja drejt Egjiptit. Pas rënies së Persepolis dhe shpërndarjes së ushtrisë persiane, Aleksandri i Madh u drejtua në jug drejt Egjiptit, një nga territoret më të pasura dhe strategjikisht më të rëndësishme të botës antike. Ai kuptoi se kontrolli mbi Egjiptin do t'i siguronte jo vetëm burime të mëdha ushqimore dhe ekonomike, por edhe një pozicion të fortë strategjik në Mesdhe dhe për rrugët e tregtisë drejt Afrikës dhe lindjes së mesme. Kur Aleksandri mbërriti në Egjipt, popullsia lokale e priti me respekt dhe shpresë. Egjiptasit ishin të pakënaqur me sundimin perse dhe pan tek Aleksandri një çlirimtar të mundshëm. Ai hyri në Memphis, kryeqytetin e Egjiptit, ku u përshëndet si një mbret i ri
dhe një vizionar i njohur për pasurinë dhe kulturën e vendit. Themelimi i Alexandrisë. Një nga veprimet më strategjike të Aleksandrit në Egjipt ishte themelimi i qytetit të famshëm Alexandria, pranë deltës së Nilit. Qyteti nuk ishte vetëm një bazë ushtarake, por edhe një qendër tregtare, kulturore dhe akademike. Krijimi i Alexandrias shfaqi vizionin e Aleksandrit për një perandori ku kultura maqedonase, greke dhe lokale të bashkoheshin në harmoni. Alexandria shpejt u bë një qendër e madhe e shkencës, arsimit dhe tregtisë. Biblioteka e saj, e njohur më vonë si Biblioteka e Aleksandrisë, do të tërhiqte mendje të mëdha nga e gjithë bota antike, duke bërë qytetin simbol të përparimit kulturor dhe intelektual. Strategjia dhe pushtimi i lindjes së mesme. Pas sigurimit të Egjiptit, Aleksandri vazhdoi marshimin drejt lindjes së mesme, duke përfshirë Libanin dhe pjesë të Sirisë së Jugut. Ai përdori një kombinim taktike të sulmeve të shpejta dhe diplomacisë. Qytetet që dorëzoheshin pa luftë shpesh përfitonin nga privilegje dhe autonomia e pjesës së qeverisjes lokale, ndërsa rezistenca e fortë u përgjigjej me rrethime dhe përdorim të artillerisë. Aleksandri gjithmonë theksonte rëndësinë e ruajtjes së stabilitetit politik dhe ekonomisë së territoreve të pushtuara. Ai integroi princerit dhe administratën lokale në strukturën e perandorisë së tij, duke krijuar një sistem që kombinonte qeverisjen maqedonase dhe traditat lokale. Ndikimi kulturor në Egjipt dhe lindje. Pushtimi i Egjiptit dhe lindjes së mesme nuk ishte vetëm një operacion ushtarak. Aleksandri përdori kulturën si mjet për të konsoliduar pushtetin. Ai promovoi bashkimin e kulturave, duke inkurajuar martesat mes maqedonasve dhe vendasve, krijimin e qyteteve të reja dhe përhapjen e artit dhe filozofisë greke. Në Egjipt, Aleksandri u shpall faraon dhe u përfshi në ceremonitë e tempullit, duke u bërë një figurë e njohur dhe respektuar nga popullsia vendase. Ky veprim i ndihmoi atij të fitonte besimin e popullit dhe të ruante rendin pa luftë të panevojshme. Zgjerimi ekonomik dhe strategjik. Kontrolli mbi Egjiptin i siguroi Aleksandrit akses në burimet e jashtëzakonshme, grur, arë, pasuri të tjera natyrore dhe rrugë tregtare strategjike. Kjo e bëri ushtrinë e tij të pavarur nga furnizimet e largëta dhe i dha mundësi të planifikonte fushata në drejtim të lindjes së mesme dhe më tej drejt Indis. Strategjia e tij ekonomikisht e zgjuar përfshinte krijimin e qyteteve të reja, përdorimin e tregtisë lokale dhe sigurimin e rrugëve të sigura për transportin e ushtrisë dhe furnizimeve. Kjo ndërthurje e fuqisë ushtarake dhe menaxhimit ekonomik ishte një nga çelësat e suksesit të tij në fushata. Shtrirja drejt lindjes. Pas sigurimit të Egjiptit dhe lindjes së mesme, Aleksandri i Madh u përqendrua në hapësirat më të largëta të perandorisë persiane dhe më tej drejt Indis. Ai kuptoi se për të realizuar vizionin e tij për një perandori globale, duhej të eksploronte dhe pushtonte territore të panjohura për maqedonasin. Marshimi drejt Indis ishte sfidues jo vetëm për shkak të largësisë, por edhe për terrenin e vështirë. Lumenj të mëdhenj, pyje të dendur dhe klima tropikale që nuk ishte njohur për trupat maqedonase. Aleksandri planifikoi rrugën me kujdes, duke siguruar furnizimet, vendet e fjetjes dhe rrugët për lëvizjen e kaloresisë dhe pajisjeve. Mbretërit dhe mbretërit indiane. Në këtë territor, Aleksandri përballet me mbretërit lokal që kishin ushtri të forta dhe përvojnë në luftën kundër fqinjëve. Një nga kundërshtarët më të njohur ishte Porus, mbreti i regionit të Punjabit. Ai ishte një komandant i njohur për aftësitë e tij dhe kishte përdorur elefantët luftarak për të mbrojtur territoret e tij. Aleksandri duhej të përdorte taktika të ndryshme nga ato që kishte përdorur në Mesopotami dhe Persia. Elefantët luftarak dhe terreni i dendur e detyruan të zhvillonte manovra të reja taktike dhe të bashkonte forcat me mbështetje nga princerit lokal që kishin zgjedhur të bashkohen me të. Betejë e Hidaspit. Në vitin 326 p.s. Aleksandri zhvilloi një nga betejat më të mëdha të karrierës së tij në lumin Hidaspit, kundër ushtrisë së mbretit Porus. Numri i elefantëve dhe madhësia e ushtrisë indiane e bën sfidën të jashtëzakonshme. Aleksandri përdori një strategji të sofistikuar. Ai shpërndau trupat për të shmangur sulmet e drejtpërdrejta të elefantëve dhe përdori kaloresin për të izoluar pjesë të ushtrisë indiane. Veprimet e koordinuara dhe manovrat e guximshme krijuan panik midis kundërshtarëve dhe shënuan fitore të vendosur për maqedonasit. Porus, impresionuar nga guximi dhe mençuria e Aleksandrit, nuk u poshtërua. Aleksandri e ruajti jetën dhe mbretërinë e tij, duke e bërë aleat dhe duke siguruar një qetësi të përkohshme në këtë rajon. Ky veprim tregoi vizionin e Aleksandrit. Jo thjesht pushtim, por edhe krijimin e aleancave strategjike,
dhe respektimin e udhëheqësve lokal për të ruajtur stabilitetin. Sfida gjeografike dhe logjistike. Marshimi në Indi tregoi limitet e ushtrisë maqedonase. Terreni, klima dhe distancat e mëdha bën që shumë ushtarë të kërkonin kthim. Ushtria, megjithse e disiplinuar, u lodh nga marshimet e gjatë dhe sfidat e ambientit të panjohur. Aleksandri, duke kuptuar rëndësinë e mbajtjes së moralit, përdori shpërblime dhe ceremoniale për të inkurajuar ushtarët. Ai gjithashtu planifikoi kthimin e kontrolluar, duke siguruar që territori i pushtuar të ruante stabilitetin dhe burimet të mos humnin gjatë largësisë së madhe. Ndikimi kulturor dhe politik në Indi. Në Indi, pushtimi i Aleksandrit nuk ishte thjesht ushtarak. Ai ndikoi në administrimin dhe organizimin e mbretërive lokale, duke integruar disa princër dhe udhëheqës lokal në strukturën e tij të pushtetit. Ai krijoi qytete dhe bazat ushtarake që shërbyen si pika lidhëse mes lindjes dhe perandorisë së tij. Ky bashkim kulturor dhe politik krijoi një model të përhershëm për sundimin e territoreve të largëta. Respekt për traditat lokale, integrimi i administratës dhe përdorimi i fuqisë strategjike për të ruajtur stabilitetin. Kthimi dhe fundi i marshimit në Indi. Pas disa fitoreve dhe sfidave të mëdha, ushtria e Aleksandrit kërkoi kthim. Trupat ishin të lodhur dhe shumë nuk dëshironin të vazhdonin në territorin e panjohur të Indisë. Aleksandri u detyrua të kthehej, duke ruajtur territorin e pushtuar dhe duke planifikuar konsolidimin e perandorisë së tij. Marshimi në Indi tregoi kufit e pushtimeve të mëdha, por gjithashtu demonstroi aftësinë e Aleksandrit për të përballuar sfida gjeografike, për të përdorur taktika të sofistikuara dhe për të integruar kultura të ndryshme në një strukturë të vetme perandorake. Vdekja e Aleksandrit dhe pasojat e saj. Aleksandri i Madh vdiq papritur në vitin 323 PS, në moshën 32 vjeçare, në qytetin e Babilonit. Arsyeja e vdekjes së tij mbetet një temë diskutimi mes historianëve. Disa thonë se ishte sëmundje, të tjerë flasin për helmim. Megjithatë, ajo që është e sigurt është se vdekja e tij krijoi një vakum të madh politik. Pa një trashëgimtar të qartë dhe të aftë, perandoria e tij e madhe u nda në mënyrë të pandërprerë. Gjeneralet e tij, të njohur si Diadohët, filluan të luftonin për kontrollin mbi territoret e pushtuara. Kjo çoi në ndarjen e perandorisë së madhe në disa mbretëri të pavarura. Maqedonia dhe Greqia nën kontrollin e Antigonidëve, Egjipti nën dinastin Ptoleme, Siria dhe lindja e mesme nën Seleukidët. Megjithse perandoria u nda, trashëgimia e Aleksandrit mbeti e gjallë në kulturë, art, politik dhe strategji ushtarake. Trashëgimia kulturore. Një nga arritjet më të mëdha të Aleksandrit ishte përhapja e kulturës greke në territore të gjera, nga Egjipti deri në Indi. Ky fenomen u njoh si hellenizëm, një bashkim i kulturës greke me kulturat lokale të lindjes dhe Afrikës. Ai themeloi qytete të reja, shpesh me emrin e tij, si Alexandria, që u bën qendra të shkencës, tregtisë dhe artit. Biblioteka e Aleksandrisë, tempulli i shkencës dhe qendrat akademike të qyteteve të themeluara, tërhoqën mendje të mëdha nga gjithë bota antike dhe krijuan një bashkëpunim kulturor të jashtëzakonshëm. Trashëgimia ushtarake dhe strategjike. Aleksandri ishte një nga komandantët më të mëdhenj të gjitha kohërave. Strategjitë e tij, si përdorimi i falangës maqedonase, manovrat e shpejta të kaloresisë dhe kombinimi i forcave të ndryshme, janë studiuar për shekuj me radhë në akademitë ushtarake. Ai tregoi se një udhëheqës i madh nuk ka nevojë për një numër të madh trupash për të fituar, por për inteligjencë, guxim, disiplinë dhe aftësi për të përdorur çdo avantazh që terreni dhe situata ofrojnë. Ndikimi politik dhe ekonomik. Pushtimi i territoreve nga Aleksandri krijoi një rrjet të madh tregtar dhe ekonomik, duke lidhur lindjen dhe perëndimin. Tregtia midis Egjiptit, lindjes së mesme dhe Indis u lehtësua dhe qytetet që themeloi u bën pika kyçe për shkëmbime tregtare, kulturore dhe intelektuale. Ai gjithashtu promovoi një model administrativ ku princërit lokal dhe sundimtarët mbaheshin në vend, duke garantuar stabilitet dhe përfitime ekonomike, një model që do të përsëritej në shekuj. Legjenda e Aleksandrit. Aleksandri nuk ishte thjesht një pushtues. Ai u bën një figurë legjendare. Historia e tij frymëzoi shumë udhëheqës dhe perandor të mëvonshëm, si romakët dhe mbretërit e mesjetës. Ai u shndërrua në simbol të guximit, vizionit dhe fuqisë së strategjisë. Trashëgimia e tij nuk ishte vetëm në betejat e fituara, por edhe në mënyrën se si ai bashkoi kultura, krijoi qytete të reja dhe ndikoi në përparimin e shkencës dhe artit. Për shekuj me radhë, emri i tij mbeti sinonim i madhështisë dhe udhëheqjes. Përfundim i dokumentarit. Fushatat e Aleksandrit të Madh
tregoi një rrugtim të jashtëzakonshëm nga një princ i ri Maqedonas deri te sundimtari i një perandorie globale. Ai përballoi sfida të mëdha, arriti fitore epike dhe krijoi një trashëgim